CNA.al është një media digjitale lajme shqiptare të rajonit dhe ndërkombëtare që operon si botuese e përditshme online me fokus të fortë tek aktualiteti, politika, ekonomia, kronika, ngjarjet ndërkombëtare, opinioni dhe rubrikat tematike si kulturë, teknologji dhe sport. Stafi i CNA.al dhe CNA TV në punën e tij bazohet në prodhimin dhe publikimin e vazhdueshëm të përmbajtjes informative, editoriale dhe investigative, duke i shërbyer publikut me lajme të shpejta, analiza dhe raportime me kënd kritik. Vlera e tij kryesore qëndron te pozicionimi i qartë editorial pa censur, i cili e diferencon si një zë mediatik më i drejtpërdrejtë, më konfrontues dhe më i orientuar drejt denoncimit sesa shumë portale tradicionale të lajmeve. CNA nuk shet produkte fizike, produkti i saj është informacioni, vëmendja e audiencës dhe ndikimi mediatik, të cilat monetizohen përmes modelit tipik të medias online, trafik, reklamim digjital, sponsorizime dhe prania e fortë në ciklin e përditshëm të lajmeve. Struktura e saj editoriale tregon një model biznesi të ndërtuar mbi frekuencë të lartë publikimi, mbulim të gjerë tematik dhe aftësi për të kapur interesin publik në kohë reale. Toni i përgjithshëm është i drejtpërdrejtë, impret dhe informativ me një energji të lartë redaksionale që nxit urgjencë dhe angazhim të menjëhershëm. Komunikimi përdor gjuhë të qartë, gazetari të shpejtë dhe një stil editorial që kombinon raportimin faktik me qëndrim të fortë publik, veçanërisht në tema politike, denoncuese dhe të aktualitetit. Audienca kryesore përbëhet nga lexues shqiptar në Shqipëri dhe në diasporë, zakonisht të rritur, aktiv në ndjekjen e lajmeve të përditshme, zhvillimeve politike, ekonomike dhe ngjarjeve sociale që ndikojnë jetën publike. Kjo audiencë përfshin qytetar të angazhuar, profesionistë, votues të interesuar për vendimarrjen publike, si dhe lexues që kërkojnë informacion të shpejtë për kronikën, skandalet, denoncimet dhe debatet kombëtare. Ata vlerësojnë transparencën, reagimin e shpejtë, tonin kritik ndaj pushtetit dhe aksesin në lajme që nuk filtrohen nga një stil institucional i butë. Ata nuk kërkojnë vetëm njoftim bazik, por interpretim, ekspozim të çështjeve problematike dhe përmbajtje që i ndihmon të formojnë qëndrime për zhvillimet në vend. Zgjedhin CNA-n sepse portali ofron ritëm të lartë publikimi, fokus të fortë te temat me ndikim publik dhe një identitet editorial që premton raportim pa autocensur. Stili i përmbajtjes është i orientuar te ritmi i shpejtë, përditësimi i vazhdueshëm dhe organizimi në rubrika që i lejojnë lexuesit të kalojnë menjëherë nga breaking news tek analiza ose temat e interesit të përgjithshëm. CNA përdor një qasje editoriale operative dhe mediatike, ku titujt, përzgjedhja e temave dhe struktura e publikimeve janë ndërtuar për relevancë të menjëhershme, konsum të shpejtë dhe ndikim të lartë në debatin publik. Zëri i CNA-s është sfidues, i guximshëm, kritik dhe publikisht i pozicionuar kundër filtrimit të informacionit. Ai manifestohet përmes një identiteti editorial që favorizon ekspozimin e çështjeve të nxehta, denoncimin, tonet e forta dhe një raport të afërt me ndjeshmërinë e publikut ndaj politikës, padrejtësive dhe skandaleve. CNA flet si një media që synon të trazojë, të informojë dhe të imponojë praninë në agjendën e përditshme mediatike shqiptare. Tani CNA TV-n mund ta ndiqni në kanalin 44 në digital, kanalin 23 në rrjetin toksor, platformën Klanim, kanali 5 në Tibo, në Tring dhe në të gjitha rrjetet kabllore kudo në Shqipëri.